Shikues nderuar, mirë se vini në debatin Jeta në komunë. Sot 2 vjet pasi janë marrë zgjedhjet komunale këtu në komunën e Vitisë, kemi ardhur me pas se sa i ka përmbush premtimet kryetari i komunës së Vitisë, Sokol Aliti. Kryetar, mirë se erdhe. Përshëndetje. Bashkë me neve në sall janë edhe asamblistat komunës së Vitisë, gjithsej janë 27, prej të cilëve 11 janë prej partisë së kryetarit që ka fituar zgjedhjet, LDK-ja, dhe të tjerët janë opozit. Në këtë sall kemi asamblejist PDK-s, Vetëvendosjes AK-s, Nismës, AKR-s dhe 2 të pavarur. Gjithashtu me neve sall janë edhe drejtorat e drejtorateve përkatëse që do të mund të inkuadrohen debat. Ndërsa, edhe pse s'jeni ju qytetar në sall, ju falenderojmë për gjithë pyetjet që i keni dërgu edhe të cilat do t'i shfaqim gjatë emisionit, këtu si shirit në fund të ekranit. Shumë për këtyre pyetjeve do të mundohem t'i marrim përgjigje gjatë debatit, por njëkohësisht ju falenderoj special edhe për fotografitë që po i çoni. Gjithsesi, për shkak të vendbanimeve të shumta që po i mbulon një komunë, ne nuk do të mund të dërgonim ekipe në çdo vendbanim, ashtu siç po na ndihmoni ju me fotografi që po i dërgoni me fotografi të problemeve të ndryshme, të cilat do t'ja shfaqim këtu kryetarit edhe do të mundohemi t'i adresojmë këto probleme. E tash, po fillojmë duke ndigjuar çka ka thënë zotni Aliti para 2 vjetëve kur mori pjesë në debatin zgjedhor. Vizioni për një vitim më të prosperuar për mandatin 4 vjeçor i yni LDK-s dhe imi si kandidat do të jenë një komunë me ekonomi të përparuar, me mjedise rurale dhe urbane të zhvilluara, me jetë lirë dhe cilësore për të gjithë qytetarët, me arsim dhe shërbime shëndetësore cilësore, me rini prosperuese, me qeverisje transparente, efikase, moderne dhe të mbështetur në ligje drejtësi, natyrisht e tërhequr dhe tërheqëse shumë edhe për investime. Programi ynë ofron vizion afatmesëm, zhvillimit dhe bazohet edhe në promovimin e punësimit dhe partneritetin me komunitetin e biznesit, ngritjen e investimeve në modernizim dhe urbanizëm dhe parashë investimet përbashkëta komunë, qeveri, donator dhe komunitet. Pa harruar dhe mërgotën. Ne do të krijojmë klimë të favërshme për investime të huaja direkte, si dhe do të krijojmë mundësi të favërshme të investimeve me bizneset vendore dhe të jashtme bazuar në ligjin për partneritet publiko-privat. Duke përfituar nga pozita e mirë gjeografike që ka komuna jonë, kualiteti i lartë i tokëve, bukurive natyrore, investimet në vitin do të jenë drejtuara në zhvillim të bujqësisë, prodhimit, përpunimit, rregullimit urban, të ambientit, trashëgimisë kulturore dhe turizmit. Objektivi ynë kryesor është në komunën tonë të kthehet normaliteti, të respektohet ligji, thjesht të kthehet dinjiteti i qytetarit. Ne jemi garantues për rikthimin e shpresës në vitin, identitetit dhe dinjitetit qytetarit Vitinjës. Kryetar, në 2 minutat e parë, mundesh me na tregu kur po e ndigjon tash vetëm mas 2 vjetëve, çka po duket, sa ja kishte dhënë notën vetës për këto premtime që i ke dhënë dhe çka ke realizuar? Janë qytetarët ata që na notojnë, mu dhe kuvendin komunal, më lejeni t'i përshëndes edhe këshilltarët e kuvendit komunal edhe ekipin e juaj që nisët në Vitinj. Janë ata që vërtet na përcjellin, ata që na kanë përcjellë edhe më herët. Unë besoj shumë që i kemi qëndru besnik premtimeve dhe fjalëve që kemi dhënë jo vetëm në këtë debat, që ishte debati i parë në 2013, por edhe në balotazh në debatin tjetër ku kishmi një agjend këtë tjetër, një projekcion 4 vjeçor, i cili mund të them për këto 2 vite edhe është i kalu. Është i kalu gjithëmbarshëm në shumë sfera, si në sferën e arsimit, të kulturës, të rinjës, sportit, shëndetësisë, të ambientit, ndërtimin e poçave,
natyrisht është i kalu dhe në shërbime publike, është i kalu në infrastrukturë, është i kalu sa i përket sferës mbrojtjes kontrollit, sferës urbanizmit, gjeodezisë dhe gjitha kapaciteteve tona që kemi posë natyrisht në kodët komunës si komunë e mesme dhe me një buxhet ju edhe shumë dëvërleqëm, për shkak se ndomja e buxhetit nga grondet qeveritor, ju e dini ka qenë me numër të banorëve në kompetencu dhe merret, por ajo që kemi premtuar se ne buxhetin do ta shfrytëzojmë nga buxheti i komunës, nga niveli qendror dhe nga donatorët, vërtet është arrit në vitin. Kemi pasur rastin të kooperojmë jashtëzakonisht mirë edhe me donacionet e huaja, në mënyrë që kemi implementuar shumë projekte si në infrastrukturën shkollore, në shëndetësi e tjera. Vlen theksohet vërtet infrastruktura rrugore në viti ka filluar të ndërtohet jashtëzakonisht deri te morrja me sfidat që ka qenë magjistrala Ferizaj Klokat viti Gërlis, që tash vetëm nuk e kemi më sfidë, është një rivitalizim i tërësishëm. Morova që ka qenë vërtet sfidë për neve dhe që pas 45 viteve ne kemi arrit rivitalizimin e por apo pastrimin e por ta kryjm prej Budrikës deri në Binç, që vërtet ka një gjatësi jashtëzakonisht madhe, por me një punë për kushtim dhe me donacionet e huaja kemi arrit që vërtet fazën e por ta kryjm për arsye se premtimet mëdha ka pas më herët, por nuk kemi arrit që të thithmi donacionet e Bashkimit Evropian deri më tash. Do të presim tarmë që fazën e dytë ku do të bëjmë rivitalizimin e tërësishëm të gjenaturave dhe të progjeve të Morovës, natyrisht edhe projecteve dhe lumeve të tjerë që përshkojnë dhe vërtet na dëmtojnë gjithëherë të kthejmë përparësi dhe këtë aspekt hidroekonomik ta shfrytëzojmë edhe për bujqësi. Faleminderit. Do të keni rast me fol, këto ishin 2 minutat e parë. E para se të him në hulumtimin tonë dhe t'ja japim fjalën asambleistave, po ju përkujtoj shikues nderuar që gjitha këto xhirime po bëhen në ambient ekzistus të asambleve komunale. Në çdo komunë po xhirojmë, ashtu si edhe këtu jemi në asamblen ku zakonisht mohen mbledhjet e asambleve që janë zakonisht mujore. E tash kryetar po fillojmë me diçka pozitive, edhe ne kemi pa që diçka ka çka me ful për gjëra pozitive, është lumi Morava, shtrati i lumit Morava, i cili është shtruar këtë mandat. Këto janë fotografi që i kemi bo, edhe kjo është për më përshëndet. Në anën tjetër, masi premtimi ju i parë kishte të bënte me premtimin që keni me i përmirësu mjediset rurale, urbane dhe keni me investu në infrastrukturë, kemi shku në fshatin Tërpez dhe e kemi pa që njërin prej investimeve që i keni bo këtë verë, në këtë rrugën që është shtru në vitin 2015, është prishja ka ndodhë me njëherë. Do me thënë, është arnu në vendet që është dëmtu. Pse rrugët e juja që i keni shtru në këtë mandat po prishën ka shletë? Nuk është që më prishë rrugët e tona që në shtru këtë mandat, kemi bërë rrugët mrekullueshme vërtet në nivelet dhe me standardet të larta, si që është rruga e Zhitinjës, rruga e Budrikës, është rruga për Mogil, është edhe rruga Tërpezës. Foto që ishte me herët ka qarkulluar por është foto e vjetër, dhe këto e kemi verifiku kjo, është foto e vjetër. Ka qarkulluar për media, por të gjithë e dinë se këto kohë nga fshati Tërpezë, edhe këshilltorë dhe drejtor që janë prezant. Dhe unë mund të thamë se vetëm me një rrugë që ka kushtu për Tërpezë, rruga vjetër që i bje për Pazharonit Tërpezë, kosta jo është sa 3 rrugë që kemi rregulluar ne. Ky është një rivitalizim i rrugës për Tërpezë, njëjtë është bua e Zhitinjës, njëjtë është bua e Budrikës dhe të trija bashkë nuk bojnë sa kosta rrugës Pazharon Tërpezë. Mirë po, ky nuk është justifikim për ndonjë defekt apo mangësi që ka pas kompania implementuese. Prandaj organet mbikëqyrëse edhe garancioni që ka që një vit do ta mbikëqyr, do të detyrojmë patjetër që këtë rrugë aty ku ka vërtet dëmtime dhe aty ku nuk është bërë në mënyrë kualitative të rregullohet patjetër. Këtë kuptim ka zero tolerancë. Prandaj organet e dinë, edhe zyrët e caktuara, edhe kompania mbikëqyrëse, edhe mbikëqyrësi i komunës natyrisht, rekomandimet i kanë të qarta që vërtet rruga duhet të jetë kompatibile me planin dinamik dhe me kvalitet. Po thuni që kjo që ka e vjetër, po ju prezentoj edhe një fotografi ku e keni foton 3 ku kanalizimi është i pa përfunduar në skiftera edhe vazhdon me i ndot tokat. Pse s'po mundni mi përfundu disa prej projekteve si kjo që e keni fillu, ku kanalizimi po vazhdon me rrjedh në toka? Kërkoj fole që do të më demantojnë këtë kuptim për shkak se nuk është që unë kanalizimin në skiftere, pas mandati kaluar moralisht, ky është 2005-2006, është kanalizim shumë i vjetër, i cili natyrisht është i papërfunduar me impiant.
dhe thotë me proponim, është i vitit 2006, se di informacionet, po nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që ne ta përfundojmë këto. Unë s'tash kur ka fillu, veç kallëzova që s'është i përfunduar. Pajtuar në plotësisht, është e vërtetë që ne duhet ta përfundojmë këto dhe ne po bëjmë përpjekje që gjitha kanalizimet edhe në mandatet e kaluara që kanë mbetë pa përfunduar vërtet të rrumbullaksohen dhe ujërat e zeza trajtohen edhe me kolektor. Tash jemi ofër një projekti cilën faktikisht jemi të bëjë detaj për arsye se projekti i dhëuar është kry për ujërat e zeza me 2 kolektorë që do të jenë fund Budrikës 1 dhe tek Elbushi në pjesën tjetër. E çka është bërë deri tash skifteraj prej 2005-s? Çfarë investimi keni bërë për me ndreqet kanalizim? Rreth këtij kanalizimin ende nuk kemi bërë, është realisht për arsye se po du që me një projekt i përfundojmë gjitha këto projekte në gjysmë që kanë mbetë, numri i tyre është shumë i madh. E kur mund të presin këta qytetarë që kanë kryer që ky kanalizim? Unë mendoj që brenda mandatit ne do të bëjmë, nuk po them që si vjet, por arsye se do t'i shikojmë, por unë mendoj që te vitin e ardhshëm më keq është do zgjidhet, jam i bindur që do zgjidhet, po ko gjose edhe si vjet, nuk po përjashton mundësinë. Mirë, po jo vetëm i skifterit. I kemi disa impionte edhe problematikat kanalizimit që do të më rregullu, do të jemi të sinqert gjithë bashk, bëjmë planifikim të qëndrueshëm, por unë mendoj që s'na mjafton buxheti i komunës, por ne do të shikojmë me donatorët austriak, kemi të bisedu, projektet i kemi hazër, do mund të gatshme janë, dhe besoj që do zgjidhmi çështjen në këtë kuptim. Mirë, nëse s'ka asambleista që dojnë me fol, kisha shku te premtimi i dytë, megjithatë ka 2 asambleista, fjalën po i japim këtu asambleistave, pastaj vazhdojmë me rendin e parë, prezantoni ju lutem. Urdhoni. Po, urdhoni ju. Mirlinda Tishukaj Sadiku, subjekti politik, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Urdhno. Sa i përket kanalizimit në fshatin Skifteraj, kjo është fotoja, domethënë, që prezantuava në Kovend, shumë mirë është ndihuni edhe kryetari, për arsye se këtu i ka infektuar edhe tokat bujqësore, domethënë sa herë aty paraqet problem për infektim tani në toka bujqësore. Ky investim ka ndodhur në vitin 2004-2005, ka qenë qeverisje LDK-ja dhe investim ka qenë i Komisionit Evropian. Toka bujqësore... Kush ka qenë kryetar atë? Në atë kohë ka qenë Musa Misini. Këto toka bujqësore janë bonitetet cilësisë më të lartë në Kosovë, domethënë edhe më mërmenja që kanë nevojë për mi kushtu një vëmendje. Sa i përket investimit që po thot kryetari për 20 milion euro për ato impjantet, sipas një shkrimi të publikuar në koha ditore me 4 janar 2016, Austrian Soft Loan Program është një donacion për 10 milion euro, një kredi me kushtet e volitshme, po nuk është 20 milion që po thot kryetari, po është vetëm 10 milion. Kjo është një marrëveshje mes qeverisë edhe domethënë këtij fondacioni, po sipas asaj që shkruan këtu thuhet se vetëm 10 milion euro do të investohen. E 10 milion euro prioritet do të ketë komuna e Gjilanit me mandej e Kamenicës dhe Vitisë. Faleminderit. A është kjo vërtet kryetar që do të ndahen ato fonde për komuna tjera? Që ta shtot LDK-s. Përshëndes Mirlindën në rëndëpor, e falenderoj për kontributin që po vjep vazhdimësi edhe në kuvendet e tjera. Unë nuk fula për miliona, se pak flas për miliona, asnjëherë nuk flas gati me miliona dhe me shifra, kështu nuk fula fore, asnjëherë. Tjetër është kërkesa juaj që kemi parashtruar donatorëve dhe donatorët austriak në këtë rast. Kërkesa juaj në mbi 10 milion. Por nuk është vetëm për trajtimin e ujërat zeza, është edhe për ujin e pijes, që gjithë mbashëm do ta zgjidh problemin e ujit pijes në vitin përfundimisht, është edhe për ujërat sipërfaqësuar, po është edhe për rregullimin e lumeve, prrucka dhe lumit morova, shtrotit saj. Prandaj i kemi disa projekte që janë në një, por unë po them se donatorët austriak nuk janë me 20 milion, janë shumë më shumë, po fozën e porë si ka kalu vetëm Giloni, ka kalu edhe Vitinja, prandaj e kemi marrë edhe drejtën nga ana e qeverisë dhe Ministrisë Financave me shkrim. Prandaj kjo fozë ka kalu, por për dallim për disa komunave tjera, unë në maspori do ta shtroj debatin kuvendin komunal, ku do debatojmë bashkë, do të shohim projektet e tona, rëndësinë, natyrisht edhe interesin e komunës. Mirë, po i marrim pyetje tjera, në rend parë këtu kemi një pyetje, urdhno pastaj zotnia. Pritni veç pak një parti tjetër. Faleminderit. Bekim Azizi prej PDK-s. Premtimet e kryetarit janë kanë shumë të mëdha, mirë po realizimi nuk është heq kërkon nuk është e kalu që pretendon kryetari. Ka shumë probleme, punët nuk janë kry. Mirë, punët janë në gjys, projekte që kanë qenë 2 vjeçare, 3 vjeçare. Ende janë, domethënë që janë të vazhdu janë bo projekte të shenjta, rrugë që janë prish. Në 16 vende është fotografia e njëjtë.
jo vetëm me një vend i keni fotografuar, 16 është, pas një jave që është bo rregullimi i këtij asfalti ndërpes, pas një jave, domethënë rruga ka qenë në kësaj gjendje që veç ka filluar merimetimi i saj, është defekt sepse rruga që është bën ndërpes në zgjidhje, domethënë janë rrugë që janë shtu mbi asfalt, që është shtu me stres zhavori mbi asfalt që ata të paqëndrueshme që nuk lejohet ai ndërtim dhe nuk krahasohet me rrugë që janë shtruar në mandatet më hershëm që i krahason është edhe me çmim. A dini ju është bu pranimi teknik i këtyre rrugëve? Përderisa nuk na ka ardhur buxheti tash i pasojat financiare nuk e di, më është bë pranimi teknik kanë pagu. Mirë, nështë i kemi, edhe ju mund të përgjigjen edhe drejtorat sepse kanë pranuar rrugë cilat janë me kësi kvaliteti, kryetar? Unë me dëshirën më të madhe përgjigjem, po edhe me korreksinë më të madhe, për arsye se edhe ansambleistët e dinë që 36 rrugë të mëdha pa të vogla në shtru 2015 në komunën e Vitinjës, prandaj tash pas mi kontestin vetëm në një. Cilën nëse është kontesti edhe nëse natyrisht janë edhe qytetarë të tërpezës ata që e vlerësojnë, janë ekspertët ata që e vlerësojnë, janë kompanitë mbikëqyrëse dhe mbikëqyrëse ata që e vlerësojnë, por mbi gjitha unë si kryetore pranoj vërejtit nëse janë qëndrueshme, prandaj ajo do të kthehet dhe do të rregullohet patjetër në kodrat e sozave të rregullave të ligjeve në fuqi, patjetër. Mirë po, domethënë është vetëm një grup me një rrugë do të në 36, do të thotë, dhe ky është ai defekti, deficiti të cilën jam edhe ato me përmirësu. I ka shumë me përmirësu. Mirë, po kërkoni replikë, urdhna, vazhdoni. Nuk është defekti vetëm që rrugë, po ke rrugë dëmon do një fotografi që është pa. Ma jepni ndaj raste tjera konkrete. Asfaltimet e rrugëve janë 36, për janë ka 200 metra në përfshat në rrugë të lagjev, janë shtru dëmon në dhjetor. Në dhjetor nuk ka asnjë element që e lejon shtrimin e asfaltit. Dhjetor 2015? Dhjetor 2015. Deri 2 ditë para vitit të ri dëmon janë shtru rrugët. Ato rrugë janë të kresta, dëmon, se dëmon janë shtru në temperatura që kanë qenë 90 gradë. Nëse e vizitojnë, kemi po shumë vendet e tillë që janë rrugët janë pëlqësite e janë banë. Por kjo rrugë është përmend edhe këto përmend më herë që. A keni ndaj pyetje tjetër? Okej. Po japim fjalën, mund të vazhdoni edhe për këtë, mandej asambleisti i AK-s, urdhna. Nëse bën maspore kushtet klimatike do të shikojmë çfarë kanë qenë nëse është modha në dhjetor. Kushtet klimatike do të tonish edhe në Bruksel edhe atje, ushtreshin në rrugë edhe në Zvicër, besoj në shtruaj edhe në Vitinjë për shkak se temperaturat 10 gradë 15 gradë lejojnë me punu, edhe kërkosh operatorën i cili ka plomb dinamik nuk e nol në 1-2. Kënaqëmëria e qytetarëve është vlerësuar në gjitha fshatrat, në gjitha lagjet ku është punu, dhe nuk është e vërtetë që janë të rrugët e plasaritura, mund të vizitojmë bashkë edhe me Jeta Gjarrën bashkë edhe ju këshilltor diku ftu gjithëherë, nuk është e vërtetë. Dhe unë mendoj se janë shtruar rrugë shumë kualitative, vërtet kualitative, edhe kënaqëmëria e qytetarëve për shumë organizatave, natyrisht, po edhe për shumë portaleve, shumë televizioneve, medjave të shkruar elektronike, është motë në Vitinjë, ju e dini, pa imponime, dhe në këtë kuptim mund të pyesim edhe qytetarët, nuk është e vërtetë që janë 200 metra. Po shkojmë te tema tjera. Ka ndoshta edhe 200 metra, po ka edhe 1100, edhe 2000, edhe 500, edhe 700. Urdhno zotni, pyetje jashtme. Bislim Bislima, Asamblesë Vetëvendosis. Kryetari, nga premtimet që i ndexuam më herët, edhe i kemi përsëritur shumë herë, ndër të tjera thotë zhvillim ekonomik dhe perspektiv për dhe zhvillim në përgjithësi. Unë do ka pyet me këto kushte, si mund të zhvillohet një shtet nëse nuk përparohet bujqësia, nëse nuk villon industria më? Çka tash pyetja vjen? Me cilin aspekt do me zhvillu komunën e Vitisë? A ka pas investime në bujqësi në bazë të asaj që keni monitoruar ju? Nga komuna jo, nuk dim se ke pas komuna, po investimet janë kryesisht subvencione nga qeveria. Mirë. Urdhno. Dega kryesore ekonomike në Vitinjë, comme thonë më herët edhe në premtimet paraelektorale që është bujqësia, natyrisht, dhe donacionet që do të vinë për bujqësi, unë i kom potencuar atë që do të jenë donacionet komunale, apo fondi komunal, fondi qeveritar dhe donatorët e jashtëm. Prandaj, 2014-2015 në sferën e bujqësisë, 2014-2015 janë investu 2.300.000 euro. Çka saktësisht? Dhe mundemi t'i dojmë në për kategori, për shembull, foli për serra, makina mielëse, shpërndarje e pulave vojse, 2 firma që kanë qenë derë nga terrori austriak të atje, firmë deleve, për punus trakis, do thotë, që është në stubull fatikisht, ju e dini, është 8 përfitues makinave ndryshme material për marketing, që kanë pas një vlerë jashtëzakonisht të madhe.
Usaidi Nua fatikisht një projekt, 34 fermer kanë qenë përfituesat të analizave të tokave. Me Fondacionin e Luksemburgut kemi pas shoqëritë bledhve. Kemi pas nga Ministria e Bujqësisë pajisje për bletari, përfitues shtolle. Kemi pas ngritjet për mishtëve, kemi pas 3 serra, kemi pas edhe subvencione tjera për grur, për perime, për blegtëri, për misër e tjera. Faleminderit. Kemi makina të tjera në 2015 dhe vlera është 2.300.000, pa llogarit komensacionin, projektin e komensacionit që ka vlerë milionëshe, i cili ka fillu dhe natyrisht ripillëzimin 20 hektarëve që janë bën nga unë Agjencionit për Ujërat të Kosovës. Këto janë vlera dhe unë edhe njëra kom thonë, donacionet për bujqësi edhe plus llogaritën edhe rrugët bujqësore që kemi ndërtu 19 sesh 2014 dhe 2015. Mirë, ta ndigjojmë, a i keni pa këto investime? Po, këto investime janë dhënë në basë saj. Mirë po, në çdo investim nuk është vetëm dorë e komunës, po është edhe shoqërat e tjera, edhe qeverive tjera. Unë kisha thonë kështu, komuna e Vitijës nëse nuk zhvillohet me bujqësi, nuk fillohet me zhvillu me bujqësi, nuk ka, është në zero dhe mund të kthehemi në revers, do të thonë në kthim mbrapa. Nuk ka zhvillim nëse ti replike shkurt se kemi pyetje tjera. Maqina mielse nuk zhvillohet me maqina mielse bujqësia, as nuk zhvillohet as gjatë në atë kuptim. Nuk po du me bo replik, po du mu pajtu që është e vërtet, për ta keni të kjo, të në projekcionin 4 vjeqor mund të shikojmë, para juve e kom premtu 1.1 milion për bujqësi për 4 vite, ndërsa 2.300.000 i kom realizu vetëm për 2 vite. Pa e logaritë dhe komensacione. Mirë, në rend pare kemi një asamblejës që po do me full, më falni, për LDK-n flet kryetari, mas shumë ti, po ta ndigjojmë së pari opozitën, pas taj pozitën. Po keni diju vetëvendosje. Unë isha ndollë të investimet që në bënë asfaltimin e rrugëve në përfshatra. Gjdo investim që bënë në përfshatra është mirë që me qenë zgjidhjen e problemeve qytetarëve. Në asfaltimin që ka ndodhur në përfshatra, në komunën e Vitinjes është me gjënësipi prej 3.5 metra, që unë menoj që veç që po sjell të lashje të qytetarët pasi që nuk kalojnë dy vetura atje, shka është ma e kje që është edhe asfaltimi që është bën, kapakt e kanalizimeve nuk janë ndru aty tak-tok, jo të gjitha, edhe që po sjellin problemet e qytetarët që po hapën ato kapakt e kanalizimeve. Faleminderit. është e vërtet që standardi e rrugëve rurale apo lagjore në përfshotna ka qenë 3.5 për një standard për të gjithë. Ndërsa rrugët që kanë lidhë dy fshotna kanë qenë më të gjera, pa kanë standardin tjetër 5 metra, për shembull për amnisht Mugidh që është bon, dhe rrugët natyrisht regionale apo magjistrale, siç është rivitalizimi i rrugës Klokat Vitin Gërlis, e ka 6 metra më tepër, dhe prandaj ky kategorizim dhe standard edhe evropian. Edhe në Zvicër i ki 3.5 plus pankinat 1,5, por ta kemi një gjatë kjort, se pankinat janë edhe drenazh. E ka pak që po mungojnë? Dhe shumë ka po, kjo është e vërtet që është dukuri që mungoj rrugëve tona, po evituat dal nga dal dhe ka pak të ri po vinë. Unë muj me thonë që Drejtoria e Shërbimeve Publike po bën punën më të mirë edhe rreth kapakëve, edhe rreth pastrimit gjitha këtyre aspekteve, pa dhe ujrave si përfaqësuar për arsye se kemi nevojë vërtet të ruajmë rrugët, të ruajmë edhe të bëjmë mënyrën më të mirë. Prandaj pi eliminojmë ngadalë defektet, por përmirësojmë me rëndësi që po shkojmë progres. Me rëndësi që po shtrojmë rrugë 3.5 plus 1,5 pankina që bëjmë 5.5. Mirë, LDK-ja po don me ta marr hapësinën. LDK-s. Urdhna, çka keni me thonë replik? Faleminderit, Sami Demelezi LDK, përshëndes gjithë praneshmit, përshëndes edhe juaj zonja Jeta. Pyetje. Kështu, unë s'kisha me zgjatë shumë, sepse premtimet që i ka dhënë kryetari ato veç që tash pothuajse janë të përmbyllur. Po, lavdata. Dhe këto vitet që po vinë, urojmë që t'jemi kështu të suksesshëm. Po kisha veç me i thonë Bekimit, se ndryshe ka qenë gjendje dje edhe na për rrugë, edhe na për shkolla dhe gjithkohë dhe në administratë, që kemi pas një administratë krejtësisht të politizuar dhe sot raportet e njerëzore janë të shkelqyshme në vitin tonë. Sa janë LDK ka administratat që kanë ardhur? Përpara ka qenë s'po flas që ka qenë se ka qenë e partisë tjetër, sot është e partisë tjetër. Apo? Edhe atëherë ka qenë politizume, po dhe sot janë njerëz të partisë LDK-s jujës. Jo, në të kalumën kur ka qenë udhëheq PDK-ja, vetë PDK-ja e di se që shukon. Po na se di. Prandaj sot e kemi një atmosferë krejt ndryshe. Dhe në investimet, unë veç po i thamë, smira e Bekimit sot është ndryshe, fshati jam është ndryshe.
Dhe gjitha lokalitetet kanë marrë një pamje krejtë ndryshe edhe ambientale. Çka është ajo ndryshe për shembull? Është e vërtet që rrugët diku janë 3 metra, po diku edhe 4 metra. Edhe diku po shkatrohen masi që po investohet në to. Diku po shkatrohen masi që investohet to, shpejt. Ja, po ato fotografi janë të vjetra, ato janë të investimeve të PDK-s. Apo, ndryshe është sot. Kryetari tha që tërpezën e ka shtru në 2015. Zonja Jeta keni qenë viti edhe përpara. E ke pa gjendjen para objekteve shkollore të mesme që shka qenë dhe që është sot. Hajde që pe këshyrim për arsim. E ke pa gjendjen Përzhëran e pasar në parkun e Përzhëranit. Që po këshyrim që kom gjetu në tash në arsim. Që e ke pas pa parkun e Përzhëranit atëherë? Dhe sot e shkojmë parë, ki mundësi me... Mirë, hajde po shkojmë po Zharan të shkollat, i përmenen shkollat, shojmë që ka premtu për arsim kryetari para 2 vjetëve dhe pastaj ja japim fjallën edhe asamblistave. Ta ndjekim që ka premtu për arsim. Arsimi do të jetë epiqendër e vizionit tonë për një shoqëri më të prosperuar, ku çdo i ri do të ketë mundësi për shkollim cilësor dhe modern, mësues të kualifikuar, nxënës të edukuar, prindër të angazhuar drejt për drejt në vendimmarrje në vlerësime për cilësinë e edukimit shkollor dhe kushte bashkëkohore, dhe me këtë i garantojmë themelet e arsimit në komunën e Vitinjës. Për arsim 2.6 milion. Ashtu që thash edhe më herët që në përqindje i bie 7.36. 7.36 milion në këto... 2.6 milion do të thotë për arsim. Kosta e për afërt 4 vjeçore dhe përfitues do të jenë 4.000 nxënës. Pra, kryetari i komunës Vitis na pa dhënë një premtim shumë specifik për arsim, e ne kemi shku pikrisht këtu që e përmeni asamblisti PDK-s po Zharan. Shkolla e cila ka mas shumë të nxënës në Viti nga fshatrat, është shkolla e po Zharanit me 630 nxënës të cilët mësojnë në këtë gjendje. Gjendje që kemi gjetë, sidomos të përmirëmbajtjes, të shkollës së vjetër, të ndërtume shumë vite për para, e cila ka nevojë për renovim. Pse kryetar nuk është konsideru prioritet investimi në këtë shkollë për Zharan? Është e vërtet që shkolla për Zharanit, shkolla fillore është fjolla, për shkak se për Zharani ka 2 shkolla. Ka dhe shkollën e mesme, e cila 15 vite është premtu dhe tash në 2015 është pavarësu, edhe është rivitalizu. Ndërsa shkolla fillore tash ka hyrë buxhet shkolla re. Natyrisht ne nuk kemi dosht me çu para marrxhu këtë po shkolla rejna në vitet atë dhe tash është në buxhet do të thotë dhe do të ndërtohet shkolla re do të fillon shumë shpejt. Megjithatë, a bën manual që tu, se unë nuk po di që i bëni ju prioritetet nëse e keni një dokument edhe të inspeksionit, drejtorisë inspeksionit i cilin vitin prill 2012, kur s'keni qenë ju në mandat, megjithatë ka thonë që ky objekt paraqet jo siguri për jetën e njerit, menojmë se me gjendjen e tillë nuk mund të shfrytëzohet. Prej 2012-s, autoritetet tona thonë që është rrezik për jetën e njerit me që shkollë. Jemi 2016, që 4 vjetë fëmijët janë të shku në rrezik. Pse mos me qenë që ky prioritet me njëherë, kur keni hi si kryetar? Ka qenë prioritet numër 1. Ka qenë sfidë për neve që kemi paraqitur edhe prioritet numër 1, por s'kemi arritur më herët me pas ndikimin, do të thotë edhe me fund buxhetin qendror mënyrë mund ndërtu kjo shkollë. Tash kemi arritur për fat, po i kemi plotësuar disa parakushte. Ne mas pore dokumentacion, cilën komenduese kemi pas atje dorëzuar ashtu që është fol, nuk kemi pas fore në ministri. Kemi bërë dokumentacion, kemi bërë projekt ideor, planifikim adekuat dhe natyrisht i kemi dorëzuar, kemi kompletuar dhe tash ka arrit mirë kuptimi mes qeverisë e Ministrisë së Arsimit dhe është arrit që buxhetit sigurohet për këtë shkollë do të fillon shumë shpejt. Është e vërtetë që kushtet janë të rënda në këtë shkollë, po jo vetëm këtë shkollë, të tilla kanë qenë Slatin Tepër, të tilla kanë qenë Ballons, të tilla kanë qenë Beguns, të tilla kanë qenë shkollën teknike, të gjitha janë kry. Të gjitha janë kry, do të thotë janë përfunduar të shkollat në gjysmë. Pjesa porë e shkollës A mund të presin në shtator 2016 me hiq të nxënës, apo është e tepërt me menu që për 9 muaj mundeni me marrë në shkollë 3? Ajo që kemi punu në janar këtij viti, do të thotë është për përgatitje bashkë me inxhiniera e fillimit të ndërtimit të shkollës së re. A ndot rolli, a dihet ku ka marru?
A dihet ku ka Në 2017, jo në 2016, po të njëjtën kohë do të bëhet revitalizimi i kësaj shkollës vjetër, në mënyrë që të në 2017 dhe këto është drejtori i arsimit, këto kemi bisedu bashkërisht. Do të patjetër një revitalizim i lehtë, jo i shtrajt, por megjithatë që afron kushte minimale. Ne kemi filluar me revitalizimin e kushtet minimale, pse s'mujtet edhe 2015-2014 mos me lanë që si kushte më Por shumë? çështjet e njëjta që do t'i thash më herët që besoj që kemi pas arsye të plot për shkak se në 2015 ne jemi shtyr që vërtet hen dhe jo sigurisht edhe ngritjen e kësaj çështje nëpër media keni mujt me vrej. Gjitha instancat ne jo vetëm të gjithë e kemi vrej që edhe e kanë bojkotuar shkollën, që e kemi shkruar artikull që e kanë bojkotuar shkollën e cila nuk mund të shfrytëzohet, është bojkotuar një herë. As është mjaft dramatike që kjo me i lën disa rrugë ma pak për me revitalizuar çështë shkollë. Pra, pak me Unë njeh edhe problematikën e vitit 2012. Kam qenë në rrjedh fatikisht dhe të gjithë ne kemi insistuar, por kjo nuk u von nga buxheti i komunës për shkak se shkolla po zhurojnë të merr investimin kapital në vitit këtë komunës. Prandaj s'kemi pas kapacitet edhe mundësi. E gjithë kuvendi, gjithë qeveria dhe qeveritë e kaluame e kemi kërkuar shkollën e Pozhëronit për shkak se një ndër shkollat e para shqipen në 1908. Para shqipe asnjë cent së shtin to për me e mojt. Është për gjyna këtë. Nuk është që është asnjë cent. Për shembull, para një javë është riparu një klas, për shembull. Sikon një javë që është riparu një klas, po nuk mjafton ajo. Nuk mjafton vërtet. Është e papërballueshme për buxhetin komunal dhe dy herë të bëjmë investime brenda një viti apo brenda 2 viteve. Kështu që kjo na ka marrë kohë, kjo është çështje përndryshe ne do të shkojmë në revitalizim të përkohshëm, në mënyrë që shkolla re natyrisht na kompletojë. Po shkojmë te asambleistat, urnoni. Gjendja në arsim përshive, që është ka pas edhe më herët është ndërpërim mësimi edhe në shkollën e Gëshicës për shkak nga inspektor sanitar, për shkak mos higjienës atë, domethënë që nuk kanë kriju kushte hiç. Shkolla në Pozhëran më është gjendje të mjerueshme, po Samia, por dresa për menen në tem Samia si ja shkruajnë çka më thonë, dhe nuk është problem se smirna me Samin, po domethënë rrugë që janë shtruar, kualitetit më herët dihet ato, mirë po unë po lidha në arsim mos e çel temën e arsimit. 100% politik, politizim tejmose politizim, po, më Samia po me frymalirisht. Raporti i drejtorisë arsimit, para të premtë kemi pas veç raportin e një vjeçar. Thot, në afatin e gushtit, kanë aplikuar thot 254 aplikime për 57 norma, Edhe nxjerrë konkursin 16 norma në konë. 57 minus 16, 4 të një norma i kanë marrë pas një konkurs. Gjithë janë të zgjedhur të këtyre për mi plotësu, domthonë ato premtime që ka dhënë ose militantëve vetë. Gjithë drejtorat që janë rru, janë antarë të kryesive të nëndegve ose të kryesisë degës të LDK-s. Të ndërën me emën se i donim. Duke fillu prej shkollës teknike ku unë punoj, duke fillu prej fshatit Smir, prej nga vijone, shkolla. Falë, ka që ka ko, moje, të lutëm, pse po keni nevojë me politizu shkollat? Absolut, nuk kem politizu. Më pas politizu bekimi se kish rujt pozicionin që dhe në konë shkollën teknike vetë personalisht, që edhe që edhe, jo, edhe nërgonë edhe që ndëgjëm, të lutëm. Ndëgjëm, po flasë me tash me argumente për arsye se unë nuk Po mirë, pse se keni qitë një asamblejist prej punës nuk është naj sukses? Unë nuk kam dert. A ka bërë nëjse në ketë që me Nuk kam dert me qenë argumentus në këtë kuptim, prandaj unë kisha pas dëshirë ku të ngritin akuza me qenë edhe argumentime. Prandaj, drejtori Gospër Dema, që në shkollën e mesme Kuvendi Lezhës, është diferencu. Jo, nuk është diferencu. Janë diferencu LDK-istat, gjithë drejtorat që e dini fort mirë në kohën dhe asnjë s'është largu në kohën tonë. Asnjë s'është largu. Nëse është largu një, ma të rëgën e një amën. Se kam të shirë me që në të rëgën. Ndërsa aspekti tjetër... A i kini amën, shumë mirë, a i kini amën. Vetëm një amën. Thash të gjithë drejtorat që janë ndru, që e ka kry mandatin, i kanë pru... Jo ndru, po ata të kalumta, e kanë hub venin në vend tjetër të punës, a kanë me pa punë. Ka të tillë që e kanë ndërprej mandatin, për shkak që ka pas mundësi me dalë mësimon se ka shumë mandatin. Që i kanë largu drejtorat, kanë ndërprej kontrolën. A ka pas, mirë, ta ndrojmë pyetjen, a ka pas ma të kualifikuar se qëta politikës që janë qitë aty? A ma një shembull, dikuj që është ma i kualifikuar? Ki raste deri një vete kanë marrë drejtorat e shkolla me ushtrus detyre. Në 7 shkollat njëjtën kohë, janë kanë me ushtrus detyre derisa i kanë çuar me kry menaxhimin Gjilan, derisa e kanë përgatitur terrenin me kry menaxhimin. Do, kur e kanë kry menaxhimin, dhona, dhe ka shpall konkursin edhe i ka bërë drejtora. Ke pas rastin 2 shkolla që janë zgjedhur drejtorat. Mas janë zgjedhur drejtorat, mas 4 muaje.
Shkollën e Terpeza dhe shkollën e Smirës ja ka anullu konkursin për zgjedhjen prej ministrisë dhe u shpoll konkursi për zdyti. Pse ka anullu ministria? Se kanë bërë shkelje gjatë përzgjedhjes. Mirë, faleminderit, fjalën tjetër. Është fjolla zëna jeta. Është fjolla për dy drejtora që kur kanë marrë kanë qenë ushtrues detyre, njëri në shkollën e Smirës, shkollën fillore, dhe tjetri në Terpezë, shkollën fillore, ushtrues detyre dhe ju legal dhe legjitim. Njëri në shkollën fillore në Terpezë ka qenë jurist, që ndaluhet me legj mbi arsimin e mesëm, edhe fillore do të thotë me qenë jurist, detyri shkollës në një dhe tjetri inxhinier i bujqësisë në Smirë. Dhe me konkurs rregullarisht kanë orë drejtorat e ri dhe nëse keni diçka ju vlerësim adekuat për drejtorin e Smirës, për shembull, i cili është ndër drejtorat më të mira në regjion. E pse ministria e ka anullu këtë konkurs? Ata janë çështje të tjera, nuk është anullu, nuk është e vërtetë që anullu, nuk është anullu, por ka qenë një kolizion i një udhëzimi administrativ mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Administratës së Pushtetit Lokal, që janë dhe vazhdon, që komuna s'ka të bëjë kurrë me ato. Por me rëndësi komuna ka kthy onën ligjore. Vetëm ligjore. Dhe në kualitet i kanë ngrit menaxherët jashtëzakonisht shumë lart. Mirë, po nuk ka diferencuar asnjë. Por tash po them edhe një fjali tjetër. Jo që s'ka diferencu drejtora, po s'ka diferencu as një mësimdhënës. Dhe vetëm një jamët, një mësimdhënës që tregojnë ma cilën e ka diferencu, cilën e ka largu për punës. Po i ndigjojmë edhe dy asamblejista tjerë në shtavin me emna. Urdhno, aty AK-ja mas pari Zoja që i kërkoj fjallën, mandej Reni par, mandej vetëvendosja. Jo, veç a kisha bo pyetje kryetarit, a ka gjohë rëndësi së shëndeti fëmijëve? Unë e di dhe kam informacionet sakta se prindrit aty në fëmijëve kanë bo peticion. Po, në Pozharan, që nuk do t'i qojnë ata, dërgojnë ata fëmijë në atë klasë, kam informatat sigurta, qysh gjeti hapësirë për me investu në shkollën e parë Shqipe. Nuk jam kundra vlerave tona kulturore, historike, mirë po ma merr mendja që fëmijët janë më të rëndësishëm. Është të vërtetë që s'ka kur gjonë më të rëndësishme se shëndeti i gjithëve, jo vetëm i fëmijëve, i prindërve, i gjithëve qytetarëve të Vitrinjës, për mua si kryetar komune. Është të vërtetë që jam të interesuar edhe për shkollën e parë dhe për vlerat kulturore historike. Po faleminderit që potencon këshilltarët që edhe për ato jemi të potencuar dhe vërtet jemi të punu se për herë të parë investime në shkollat e para Shqipe ka bën kjo qeveri. Por unë për atë çështje cilën e potencuava më herët, unë po i them juve këshilltarëve që të zgjedhën nga qytetarët njëjtë sigurisht që me votën, vetëm dallimi është se unë kam 12 vota, aty ndoshta i ki 200, 300 apo 400, por një vot është e rëndësishme, është vota e qytetarit. E barabartë me 12.000. Cilën vot? Është e barabartë me 12.000. Prandaj çka po duam të thonë? Po duam të thonë që ne mund ta bëjmë bashkë këtë A ka pas dikush që ka refuzuar me ndërtu shkollën për Pozharan? Shikoj, për shkolla që ka refuzuar nuk është në kam përkro, për kundazi, por është në buxhet. Pse po kërkon ndihmë, ta nuk e kanë bojkotu. Po atë mënyrë ligjore, jo po duam të thonë që mënyrë ligjore nuk mundemi ne të marrim vendime për investim. Po veç diçka, unë po i pyes, çysh mundet AK-ja me uni mund kurson qeveri? Ju i keni njerë qeveri, erdhi sa Mustafa në qeveri që sa shkollën e parë Shqipës po mundet me gjetë parë me bëha? Vendi komunal në Vitrinjë nuk është i AK-s as i LDK-s. As institucionet qeverisë në Vitrinjë janë të gjitha bashkë, janë të gjitha bashkë. Kam i gjithë pare të AK-ja? Jo, kryetari është kryetari qytetarëve të Vitrinjës, nga LDK është propozu, do ta dëshmoj për ditë. Për çdo ditë jam i gatshëm me dëshmu, ndërsa jam të punu për interes qytetarëve të Vitrinjës, po bashkë edhe me këshilltarët e AK-s, edhe me këshilltarët e PDK-s. Çka po kërkon konkretisht me bëu këshilltarët e AK-s për ju, opozitës? Po du nëse kanë mendim, propozim, është zgjedh për qytetarëve në të më tregon si ndryshe përveç me buxhet. Me buxhet. Mirë. Ta dëgjojmë edhe asamblestin tjetër, unë prezantoj. Faleminderit, jam Sejde Emini nga vetëvendosja. Edhe unë do të kyçem te çështja e arsimit. Pajtohem me bekimin se në shumicën e shkollave drejtorat kanë shku politik, nëse dojnë shkojnë edhe me emra konkret. Nuk do me thonë që nuk është një drejtori vetëvendosjes e nuk ka i suksesshëm, sigurisht nëse do t'i jepet mundësia dhe hapësira dhe ai do të ishte i suksesshëm siç është në Smirë që pajtohem plotësisht, po të tjerë jo. Ana e shembull këtyre drejtorave politik, unë po du shembull cilët janë shti aty ka pas njerëz më të kualifikuar se ata. Po sigurisht që ka pas. Po unë po them që në Pozharan është Fadil Ramiqi. Njeri pikrisht i LDK-s që ndoshta ka bën dhe incidente me drejtorin e mëhershëm që e di unë, edhe është favorizu. Pikrisht që është i LDK-s. A ka dikush më i mirë se zotni Ramiqi sa i përket kualifikimit edhe suksesit që ka treguar? Unë po besoj që ka, sigurisht që ka. Çish ka? Ka aty me shku i 50 punëtor. A janë më të mirë, më të kualifikuar. A kanë konkurruar për çat pozitë? Tjetra. Po s'kisha konkurrencë, si të gatuan senet, janë të gatuar me aty kot e ki, si të favorizohen. Tjetra.
Në komunën e Vitisë, për një vetë studentave nuk ju dhonë bursa. Do me thonë nuk e kanë gëzuar të drejtë marrin bursa, asnjë. Do me thonë është mohuar e drejta. Në komunën e Vitisë kemi vetëm një qerdhe për fëmijë, e që pa tjetër ka nevojë edhe për shumë të tjera. Sidomos është premtuar edhe në Pozharan. Unë kam raste që në shkollat e Vitisë përballen edhe me gjërat më elementare. Duke filluar atje prej kabineteve, ku e dim që shkencat eksakte, fizik, biologi, kimi, në për shumë shkolla nuk funksionojnë dhe nuk ka, po ashtu ka shkolla që nuk ka as 2 libra, që nuk i kanë 2 lektyra, pikërisht shkollën ku punoj unë është gjendja e tillë. Ka mangësi, mirë po, nëse don kryetari ka kohë 2 vite me përmirësu gjendjen. Faleminderit. Urna. Shko, të konkurset e menaxherëve, drejtorëve, është e rëndësishme të shikohen kandidatët që kanë konkurruar dhe që kanë plotësuar kriteret formal juridike. Prandaj nëse kandidati këtu do të kontestohet, nëse kandidati nuk i ka plotësuar kriteret formal juridike, e kontestohet është çështje tjetër. Nëse i ka plotësuar, atëherë është çështje tjetër. Kështu që kjo çështje ka dhe një farë kriteri, zotnia Aliti, po t'ju kuptoj juve, nështë ta se keni thyrë ligje, veç se ka dikush që është me sukses ma i mirë, ka vite ma shumë në arsim, i përmbush edhe ma mirë se dikush i LDK-s, që atëherë apo jep një shans dikuj që sështë i LDK-s. Vetëm në të më propozojnë. Unë e bile jam qaj kretor që qeverijës kalume, ko këtu ishtë drejtora, i këmë thonë, urnëni dërzën me raportin e punës, dhe nëse ju mbindni me raport që keni punu në një, unë e ku menon në qeverinë në këto ole. A keni me bojë që të nëse, po e thuni që tash, nëse në 2 vjetash, me opozita vjen me propozime të tjera, të dikuj që është ma i kualifikum, se qaj, pa marë parasysh ai ka përmbush obligimet ligjore? Vetëm në ta propozojnë. Një kandidat i cili për nëme është menaxher i mirë dhe ban ndryshime pozitive në shkollë, si që kanë bërë drejtori i Smirës, i Stublës, si që ka bërë drejtori në shkollën e mesme teknike të tjerë. Kisha dashur me shku... Dhe tash ishin në disa çështje, më falë, zonja Jeta, të bursa për shembull. Po bursa. Se nuk po du pa argumentu, më fol gjonat. A keni ndo bursa? Bursat shkojnë për vetë akademik. Për vitin akademik 2014-2015 ne kemi 131 bursa dhe 71 bursa për nxënësit e shkollave të mesme. E 2015-2016? 2015-2016 jemi tash, 2014-2015. 2015 ka fillu shtator, edhe përfundon shtator 2016. 2014-2015 janë dhonë bursa 131 dhe janë të argumentuar është pasqyrat e buxhetit. Po kur i marrin bursat për nxënësit që shkojnë për shtatori 2015? Kur kanë me marrë? 2015 i kanë morë. I kanë morë 2015, do të thotë sa ta kanë filluar në tetor mësimin, prandaj i morën do është vetë kalendarek, domthonë vetë akademik. Dhe 71 bursa për 2 vite për nxënësit e shkollave të mesme, këto donator është Fondacioni Luksemburg Kosovë, do të thotë, që i falenderojmë natyrisht se vërtet është një donacion. Ka shumë tema që dojmë mbulu LDK-ja, po don prap fjalën, po don me urna. Me letra të shkru, me kur njëtën tam, kur kush letra, kur shumë ka shkru. Këto e di shumë mirë edhe Bekimi, po do të me thonë që ashtu. Du me vetë Bekimin tash në qëfar kushte ka punu shkolla ti, ku punon ai, qendra teknike, dhe në qëfar sot. Ku ka shku Bekimi dje dhe ku shkon sot. Dhe plus asoj, zonja Jeta. Shkolla teknike ka posin drejtor ekonomist në profesion, ndërsa sot e ka një inxhinier diplomu dhe cila është e keqja dhe Bekimi është shef aty. Ka dalë se po i bën pyetje asamblejisti juaj, asambleistëve të opozitës, po më duket interesant. Mendoj se më rëndësishme është që në sferën e arsimit që deshta me thonë janë investu 2.895 euro. Do më thonë janë investu 2014-2015 dhe i kam me shifra e fokte. Do të thotë kjo është më rëndësishme. Ti përfshi edhe përmbylljen e shkollave që kanë qenë gjyst, po dhe shkolla mesme teknike profesionale, të përfshi edhe shkollën e Balloncës, fillimin e shkollës në Begunës fazën e parë. Mu po më duket pak çudi që shkollat për shembull më të larta po investohet në shkolla fillore, si Pozharanit, prap s'po kuptoj pse s'është. Shkolla fillore është investu. Shkollën fillore në Slatin, shkollën fillore në Balloncë, shkollën fillore në Begunës, shkollën fillore në SDV-n, është investuar, të thonë shkolla fillore. Kisha dashur me shku te shëndetësia, sepse s'kemi shumë kohë. Ta ndjekim një herë premtimin për shëndetësi dhe të kthehemi prapë në sallë. Vëmendje veçantë do t'i kushtojmë shëndetit popullatës, si parakosh për një shoqëri shëndetshme dhe to. Vërtet kemi një gjendje të rëndë sa i përket aspektit të shëndetësisë dhe shëndetit publik në vitin. Sa i përket qendrës mjekësisë familjare në Pozharan, që 2 mandate zoti Arifi e ka premtuar, po se ka realizuar dhe konsideroj që do ta realizojnë,
dhe sigurisht do të realizoj, por jo vetëm qendrën e mjekësisë familjare në Pozharan, ku do të përfitojmë 15.000 banor nga shërbimet aty të Pozharanit dhe disa fshatrave përreth. Pra, po metemi në Pozharan, vend historik e sa i përket premtimeve që i ka dhënë kryetari, pikërisht që ka me ndërtu një qendër mjekësisë familjare në Pozharan, po du me ndo me juve fotografi që na kanë qu nga qendra mjekësisë familjare ekzistuese e cila është në këtë gjendje. Faktikisht, fotografitë e radhës tregojnë që kushtet janë shumë të vështira, kemi marrë vesh që këtu bile e ka ly me vetë iniciativë një doktoresh shkollën, ndërsa ambulanta e re është ndërtu, që kjo është ambulanta e re, do të kallëzojmë fotografinë. Pse nuk ka fillu me funksionu? Do të thotë kjo është një premtim i realizuar, do të thotë në mënyrë egzakte, të shkëlqyeshme, është një investim që për me përmbush nevojat e 15.000 banorëve të Pozharanit me rrethinjtë Slatinave, dy Slatinave, Sedovinave, Tërpezës, Shotit të Ri, Ramionit e tjera. Normalisht që ne kemi pas parasysh me bollën ndërtimin në ulët, parkingun në të tjera të aspekte cilat po mbesin masanej, dhe jemi të kryti përfundu dhe promovimi i këtij projekti të ri dhe fillimi i punës, i cili është zhagita për shkak mungesës stafit realisht pak, me tregu drejtën për shkak se kemi bën ministrisë kërkesa që ne staf me pas mjekësor, edhe në këtë ambullon për shkak se është një qendër dykotëshe e cila ofron edhe nevojën e numrit stafit edhe mjekësor, po edhe teknik. Prandaj jemi shumë ofër. Kjo që nëse ministria nuk i aprovon punëtor të ri, që mund të ketë limite edhe thotë s'ka pare për punëtor të ri, ju nuk dilni një ndërtesë të re? Jo, ne do dolmi shumë shpejt dhe ju do të jemi njoftuar bile dhe të ftuar promovimin e kësaj ndërtese. E qysh dëni me promovu pa staf mjekësor të mjaftueshëm, pra? Ne do të shkojmë me stafin ekzistues momentalisht, që një numër e kemi në Pozharan, një pjesë do të ndojmë ka qendra kryesore e mjekësisë familjare në Vitin, dhe një pjesë do të shikojmë një bashkëpunim me zyrtarët e Caritasit, si ndihmë që besoj që do të kemi mirë kuptim, në mënyrë që ta plotësojmë dhe të gjejmë mirë kuptim ka Ministria e Shëndetësisë, por qendra e mjekësisë familjare në Pozharan. Saktësisht kur ka mjanizme? Për 2 javë. Për 2 javë? Për 2 javë do të jeni ftuar në promovim këtij projekti, prandaj ne këtë kuptim do ta bëjmë fjalë. Duke marrë parasysh që në vitin 2015 kanë qenë 700 lindje në Viti, në fakt kërkush s'ka lind në Viti, po kanë shku tjetër kund. E keni reportin e ginekologjisë, a kanë me mujt njerëz me lind në Viti, apo prap duhet me shku në qytete tjera? Ne kemi funksionalizuar raportin e ginekologjisë për mundësitë dhe kapacitetet që i ka, natyrisht edhe për kompetencat, për arsye se shëndetësia sekondare i takon nivelet regional. Për kompetencat e tona ne kemi dhënë premtimin që do ta funksionalizojmë, e kemi marrë ginekologun dhe raporti funksionon fatikisht. Kemi pas edhe lindje. Natyrisht numrin natyrisht e din aspektit shëndetësisë dhe doktoreshat që janë këtu prezent, por me rëndësi kemi pas për ose të jashtëzakonshme e kemi raportin funksional. Me rëndësi e kemi funksionalizuar. Pse për rastit të jashtëzakonshme nëse është bërë reporti, pse duhet veç për rastit të jashtëzakonshme me lindë në Viti? A qashtu i keni kushtet mirë, po javim fjallën edhe renit parë me full disa të vjen mikrofoni, sepse janë përgjegjës për shëndetësi, po kisha pas qef me ndigju prej jush pse reporti qilet e njerëz nuk vinë me lindën në Viti. Vjoca Kadolli Halili, LDK, jam doktoresh aty punoj. Premtimi kryetarit ka qenë që të mirët një ginekolog, i cili është realizuar. Ginekologu ne kemi që nga muaji i vitit 2014. Realisht kushtet domethënë janë, ginekologu punon në orarin e paradites, si kemi motrat të cilat punojnë edhe në ndrimin e natës, mirë po është një problematikë që vetë qytetarët nuk ndalen aty. Masdita, jetu thonë që nëse ka dikush me lind mas orës 3, nuk mund e gjenë kërkan. Ka mami. Janë mami që punojnë 24 orë në QKMF. E sa lindje keni pas? Realisht ka qenë vetëm një lindje cila ka ndodhur vitin 2015 dhe 2 lindje ka qenë vitin 2014. Ku shkojnë me lind qytetarët? Shkojnë në Gjilan. Problematika është që qytetarët vetë nuk do për ndryshe kushtet edhe profesionisti i cili është aty është i gatshëm me kry çdo lindje që ofrohet. Mirë, po pacientët janë vetë ata që tregoni pse s'po ju besojnë. Pse s'po ju besojnë për me lindje? Mos besimit, ndoshta është për shkak që ne nuk kemi anesteziolog, për shkak se qendra kryesore mjekësisë familjare kryen shërbimin
primare, e kujdesit primar, edhe i pet vetëm ndihma e parë. Ne nuk kemi anesteziolog që nuk na takon as me ministri me pas. Është problematik shpeshherë që ndodh ndoshta është edhe frikat e pacientët se si ka me shku linja dhe nuk dojnë thjesht me rreziku jetën e vet përderisa ne nuk e kemi anesteziologun aty i cili ka me përcjell. Mirë, a mundeni nëse është ky problem, a mundeni me siguru anestezion? Shëndetësia sekondore ko këtë kompetencë. Nuk i takojnë shëndetësisë primare. Nuk i ko, prandaj këto e kena veç pak, ta vazhdoj në mund të shëndetësia. Domethënë, realisht me udhëzimin e ri, me draftin e ri të shëndetësisë, cila ka dalë nga mjekësia familjare, nuk paraqit as ginekologu me qenë tash tutje. Mirë po, thuhet se profesionistët shëndetësor të profileve të ndryshme, të cilët janë punësuar do të punojnë deri në pensionim, ndërsa nuk e lejohet, do thotë që të mirën me profesionistë tjerë përpas shëndetësisë primare, për shkak që nuk i ki kushtet që mundesh me ofru me profesionistë tjerë si anesteziologu, kirurgi. Faleminderit, kë fjalën po e kërkojnë edhe 3 asambleista. Faleminderit nëse mundem mikrofonin mu afru te AK-ja edhe vetëvendosja. Kryetar, a keni diçka me shtu? Mirë, kjo ishte një shpjegim i sakt për dikuj që punon aty. Të shëndetësia kompetencat sekondore i ko nivellit qëndror dhe regional edhe për hemodializën që kemi premtu. Natyrisht, por ne vazhdojmë me kërku, për arsye se jemi zonë endemike. Prandaj ne mendojmë që drejta juaj është me kërku raportin e hemodializës në mënyrë që me decentralizu shërbimet spitali regional, ndërsa vlen theksohet që kemi bërë dhe emergjencën e re. Jeni zonë endemike me brucelozë, jeni identifiku si e tillë, afroni naj shërbim shëndetësor lidhur me brucelozë? Po dhe në këtë kuptim shërbimi veterinarisë është të punu, inspeksioni është të punu, mbrojtja kontrollin viti është të forcu, por nivellit qendror dhe agjencioni veterinar i Kosovës i ka kompetencat me leq. Mirë, veç shërim a ofroni? Shërim? Natyrisht që ne preventiv, natyrisht për arsye se bruceloza nuk ka shërim kur konstatuhet, po do të eliminim. Prandaj këto kompetencë i ka agjencioni veterinar i Kosovës edhe kompenzimin bilet dhe domë. Do me thonë, nuk ka na iniciativë të komunës sa i përket adresimit të brucelozës? Ka plot iniciativa, bile shumë profesionale, bile një adresim është i shkëlqyshëm i drejtorisë për bujqësia dhe inspeksionit. Në këtë kuptim, unë mund të them edhe një rast që keshmi tash të zona Gjelbër, tash sidomos kur intervenoi komuna edhe pse pa kompetencë, megjithatë në territorin tonë me rastin e zonës ilegale të 40 krerë luvëve atje. Sot është dyshuar se janë me smundje të brucelozës. Mirë. Urdhënoni, kisha shku te premtimi i ardhshëm pas jush. Jo një herë në për debate në kuvend këtu, kur kemi bërë debate, na e kemi cek këtë problem. Shëndetësia në viti më shumë po shkon në dekorim, në ndërtim të objekteve, se sa në shërbim të qytetarëve. Nëse ty bjen rast, inshallah, nuk ndodhë. Me bë fatkeqësi, me të ndodhë fatkeqësi në viti, ti do të me prit familjen tënde me orë për Prishtinës atje, edhe me dërgu, na ka ndodhë, në të krysh për zhëronit, na ka ndodhë fatkeqësia, ku një profesorish ka bërë ndeshje me një makinë, derisa ka dalë familjarët e tyre nuk ka mujt me orë ndihmë e shpejt, e para aq ma keq edhe policia gjysore ka vanu. Aty kom qenë prezent unë vetë, unë me dëshmu edhe me njerëz ata që kanë qenë aty. Kjo është shëndetësia. Na po harrojmë edhe distancën kohore. Na po mendojmë se jemi në shekullin e 20. Po harrojmë ta zotnit se jemi në shekullin e 21 edhe ata shkuan një dekadë gjys. Edhe nuk mundem me krahasu tash edhe shëndetësinë edhe arsimin se si ka qenë para në vitin 2000. Se sa kena përparu, do të thotë përparim nuk ka askund. Na vitia mas shumë ti ka pas nevojë për shërbim të neurologjisë. Do të thotë për bartjen e pacientëve po bëhet për gjelan për nefrozë. Do të thotë smundja endemike e cila vitin po ka me decenije, nuk është në gjendje me bë report në hemodializës. Është nevojë imediate, e përhershme, e pa ndryshueshme. Pacientët prej Dubëlldejit ose prej bjeshkëve atje dërgohen nëpërmes borës në Gjilan. Mirë, apo doni me Elon LDK-ja doktoresha mu përgjigj, apo doni mu përgjigj ju vetë? Urdhënoni. Shikoj, zënia Jeta, unë jam i gatshëm më përgjigj për arsye se nëse nuk konsiderohet arritje në sferën e shëndetësisë për 2 vite, rregullimi i qendrës mjekësisë familjare në Pozharan, 2 koçe të mrekullueshme në një, emergjencës së re në vitin, se 100.000 banor me një kthim me një dhomë. Vetëm nëse keni ndihmë të shpejtë, pse duhet që ajo ndihmë ekzistuese e shpejt, kjo po varet për menaxhimit, për njerëzve. S'ki nevojë me ndërtu as me shti pare. Pse ata njerëz nuk janë aty me një herë? E duhet gjysore me prit Pozharan që së largë, shumë largë qendrës që me prit gjysore, ndihmën e shpejt.
Gjeografikisht Vitinja ka një konfiguracion tillë që nevojitën shërbime dhe më përzhëran, është e vërtet, por ato e kemi ndë orientime zhvillimor dhe në shëndetësi, edhe në arsim me 2 orbita. Prandaj jemi të zbatu edhe të porçet bile, jo vetëm të shëndetësia të arsimi. Jemi të zbatu pike projekcionin cilën e kemi premtuar fatikisht. Për ç't familjen që ka prit gjysore për ndihmë të shpejtë, a e dini rastin edhe a keni ndërmarrë masa? Përjashtime për rregullave mund të bëhen, varësisht, përjashtime për rregullave mund të bëhen në rastet individuale, po unë po ju them se përmirësimi është evident. Është evident, jashtëzakonisht është evident, dhe ne po shkojmë progres në këtë kuptim. Mirë, po fjalën po e kërkon prap opozita, u përgjigj kryetari urdhna. Prap urdhna zoja aty. Si mund të shpjegoni faktin ku Vitia i ka 46.000 banor, në shekullin 21, kur para 35 vite ka operu reporti lindjev, sot nuk funksionon gjatë natës. Hajde gjatë ditës pas ka ginekolog, po mas ditës ka. Plus nuk e ka edhe ashensorin, ndërsa çështja tjetër në njihemi si Viti që kemi gur kalkulos, veshke, dhe po ashtu nuk e kemi reportin e hemodializës. Sa për objekte, nuk kemi nevojë, ka nevojë normal gjithmonë më ndërtu objekte, po ne nevojite në shërbime cilësore. Okej. Shikoj, reportin e hemodializës se kum ngritur unë para juve, dhe vazhdoj me ngrit, por arsye se është domosdoshme se vërtet jemi zonë endemike, duhet me luftu për qytetarët e tonë të Vitinjës, po jo vetëm të Vitinjës edhe të rrethinjës. Për shkak se Gjiloni është shumë larg, vërtet, sidomos kushtet dimnore të ftofta dhe kushte verore shumë nxehta, dhe pacientët e tonë vërtet janë kushte të rënda. Bortën kushte pivisëve rurale më të largëta dhe më lura besa. Prandaj, në këtë kuptim, kom dosh mu decentralizu, për arsye se kam qenë i vetëdijshëm dhe jam edhe sot. Do të jemi të gjithë. I takojnë kompetenca shëndetësisë sekondare, jo asaj primare. Mirë po, ne po kërkojmë që decentralizojnë shërbimet. Ndërsa për aspektet e tjera, raporti ginekologjisë ka qenë i funksionalizuar, është funksionalizuar tash. Ne kompetencat e kemi ginekologe, keni kritikën. Pas dite. Kompetencat sekondore ne nuk mund t'i morëm momentalisht. Mamit janë atë ginekologë është në rarë punës, në rast nevoje. Po shkojmë, kemi premtime tjera. Premtimin e fundit e pa dhënë për mbështetje në ligj kryetarit. Ta shohim çka ka thonë, qysh ka me udhëheq duke u mbështetur në ligj. Ta njekim. Objektivi im kryesor është në komunën tonë të kthehet normaliteti, të respektohet ligji, thjesht të kthehet dinjiteti qytetarit. Ne jemi garantues për rikthimin e shpresës në Vitinjë, identitetit dhe dinjitetit qytetarit Vitinjës. Shikoj në afër shkollës, kena lojnat fotit, dhe ne po kemi kohë më marrë me projekte zhvilluese. Tu e keni përgjegjën domthonë përmirësimi i qeverisë së mirë dhe informimi i publikut. Do të ketë transparencë, natyrisht, përmirësimi i procedurave të prokurimit, miratimi rregullues për subvencione, eliminimi i obligimeve të papaguara, rritje transparencës në shpenzimet, në reprezentacion dhe shpenzimeve për ato mjete zyrtare, përmirësimi i shkollës vlerësimit nga zyra drejtorit gjeneral. Kryetar, po fillojmë prej këtyre lojrave të fatit që veti pa të cilë si temë. A janë ato halaqë aty? Nuk janë ofër shkollave, është bëjë identifikimi gjithë atyre, natyrisht me parametra ligjore kanë fjollën. Se lojnat fatit konë gjithë Kosovën dhe kodën Vitinjë, po me parametra dhe në kodët kompetencave ligjore, kodër kompetencave ligjore, ja dhe shkrimet janë gjitha veprimet të në ligjore që kemi dërguar të kësi kompetente e nivellit qendror. Bile dhe sët ishte të këja për të lojnat e fatit në Vitinjë, është identifiku inspeksioni është të punu në këtë drejtem, një pjesë të tërë në largu, në ofër dëmon nga gjithë qyteti ofër shkollave nuk ka 500 metra. Që po zharoni nuk po na hiqet, që po t'ju kallëzoj fotën 21, ku e ki bastorën ofër shkollës, ju po thuni s'është. Unë po thom që kjo është, se qështu ka thonë qytetari që e ka qu. Kjo bastore po zharonit, kjo është kongë vjetër, këto për bekimi sigurisht e dhe më mirë. Madje konë që vete keni knu, a ju kujton debat vete keni knu. Bile din edhe kujna është. Se s'puni ju me heka, qash që fort bekimi janë? Jo, kompetent është atë këja shkresat i ko. Shkresat janë, që shkresat dhe për Shkresat për kujt? Por atë kënë, pra inspekcionit, që është në nëshkrume për kuratorit, i kanë dërgu atë këz dhe kompetent është atë këja për lojnat e fatit.
Prandaj, Mimshela, veprimet e në mendoj që do t'i As morë. është komuna përgjithëse që nëse është ofër shkollës, OTK-ja e ndjek financiarisht, po nëse është ofër shkollës, inspeksioni ju i mundet me mshel. Drejtori inspeksionit është këto, që mund të jep përgjigjen në sipas ligjit, nuk është problem që këto është prezant. Mirë, hajde të këshyrim se s'po muni me hek, e pa të premtu kryetari që ofër shkollës ka me hek. Urna. Ne me një, pëse kemi marrë detyrën e inspeksionit këtë rast, kemi konsultu ligjit për lojrat e fatit, edhe kemi pas autorizimet ligjore janë ekskluzivisht të ATK-s, të doganës edhe të njësisë krimeve. Prandaj çdo aparaturë e cila gjinet në këto pastore janë të regjistruar në dogan. Po nëse janë në qendër, po nëse janë ofër shkollës, Edhe unë, përgjithësia juja. edhe me një shkresë që kundrejtua ATK-s, sa edhe për fat koincidencë që është me ju që jeni këtu, inspektor tatimor me inspektorët e me janë në teren. Edhe ju kanë dhënë afat që deri me 19 shkurt ti iqin të gjitha basorët të mbyllin para objekteve të kultit, institucione dhe këtë. Në 19 shkurt 2015 e ki fjallë. Tash në 2016. E ka dalë se jo afat në 2015 mi dhonë, kur këni orën për shtet. Ama kur e kemi marrë detyrën, na jemi konsultuar me ligjin. Autorizimet e kemi kështu. Ne kemi vetëm asistencën teknike, me ju tregu pozicionet se ku janë basorët, ndërsa masat për mbylljen e tyre konform autorizimit janë ATK-ja. Edhe njësia krime bashkë me ta. Prandaj ata sot për çudi kanë rrjedhë bashkë me juve, i kanë vizituar të gjitha pastorët 12 që janë në nivel të komunës, dhe të gjitha ju kanë dhënë afat që të tërhiqin ato pozicione në perimetrin prej 500 metrash, që ne ja kemi përgatit ATK-s rrezën e dalimit e operimit të këtyre pastorëve në Arse mundën që keni frikë me u ballafaqu me ta se janë njerëz fort mas tyre, çka absolut? Po? Nuk kemi frikë. Se pritni 2 vjet i leni që atë? Po, a pretu ne nuk mund t'i mbyllim, do t'i mbyllin ata. Kush ata? ATK-ja ka autorizimin. Kur i lypshit zgjedhjet, nuk thëshit ata kanë me i bo. Unë mendoj se ne nuk e kemi konsultuar të ligjit se mos kemi pas kompetencë, ndërsa tash është kështu. Okej. Po e ndigjojmë Bekimin pasi ja qiti topin, Bekimit kryetari i komunës, Bekimi nga OK-ja, pse Bekim po ta qesin topin ty? Nga PDK-ja, më fal, nga PDK-ja. Pse po thojnë që ju e dini kujtër? Bekimi nuk e di ase ku na e pastore. Veç e di që 30 metra për shkollës. Edhe në zonësat e shkollës mesme në pushim gjatë dalin e lujnë ka një bastore që i kushtet ja ka kriju kryetari. Ka dalë me fotografi para bastore sa të që e jek, mirë por nuk i ka jek. Edhe që 2 vite nuk i ka jek. Mirë po tesh veç që ke bastore i falen. Ndesh kë edhe marrë që këtë shëndetësia, ndesh të nërësim, ndesh ku dush këthea. Ka shkelje ti dhe së dush. Tash të bastore, edhe një o qelë. Asë një nuk u jek për e venëm që akton. Jo, o qelën mandat kryetarit a, ofër shkollës a? Edhe një tjetër u qelë këtu në vitin, të thonë, vesh ka ashtu numri bastore. Asë një nuk është jek prej mandatin që ka orë kryetari. Pa. Këthena... Falë veç pak. është mirë më argumentu ku është kjo e reja që qelë? O qelë të kjo është pja... Kjo modat që është kjo... Ku kone e farë kafeteri poshtë, të ka jo të shkashtë. Me gjitha te kryetar në mënyrë shumë kritike e pa të ngrit, e pa të tinglu thuse me fotografi keni orë që ju si të veni si Superman keni me imshe. është të vërtet që kam qenë shumë kritik jam edhe sot, dhe unë po të thomë që s'mund më ofru argumente që ku në ta më qilë një, janë ketë kuës juaj, ketë kuës juaj bek, janë edhe ajo, nuk thashë rasisht, por edhe një po të thomë, i në të vepru me legjë, nuk po dojmë të dosh me bo mirë me shke ligjën, kena me punu me legjë, me atë kërë, mirë, po dojmë me punu me legjë. Pse gjatë mandatit juj, po shkojmë të tema tjetër, pse gjatë mandatit juj keni akt akuz ndaj udhëhecit të Asamblesë Komunale Naim Pirës për keq përdërim detyre? Më përgjegjë kryetori për akt akuz për kryesuesin. Janë dy nivellet ndryshme, kryesuesi kuvendet është kryesuesi gjithë kuvendet, i LDK si apet për thamë jetë. Ndëgjëm edhe nuk bën me bombe le dallim të kryesuesi të kryetori, është i gjithë. Është i gjithë, mirë më falë, është këtu kryesuesi, po unë tash po du më përgjegjë. Tash po du më përgjegjë për arsye se... Apo na tregon për çka është akt akuza mas pari? A di pse po, më falë kryetar, veç tregoj, po ta qes pytin ty se ke thonë ko me pas qeverisjet në bështetu në leqë. Se ju keni thonë, e s'ka thonë kryesuesi, po më intereson që shumë me bashkë qeveris me një kryetar të asamblesë që ka akt akuz. Jeta, nëse vendos gjygje që është ashtu që shpëthute, atër unë jam këtu. Por unë po thamë që janë ngrit dyshime, ka dikush që i ka qut dhe letra, ku ta dione, por unë po thamë një. Akt akuza nuk ngritët pa bazë. Kryesuesi kuvendet, ju ka ngrit akt akuza për shkak disa meditjeve, disa këshilltarëve që janë të PDK-s, të AK-s,
të tjerëve, edhe të tjerëve, ta kërës, shumë më nënsi bashkaresht, disa meditjeve, që këta tash janë këtu prezant, edhe Mirlinda, edhe ja kërës e Çrugandin, Këshilltoria Vjollca, edhe të tjerë. Dhe tash, shiko, kërësuesi fore për vete, dhe të mund në përgjësien të thirë për çështje të meditjeve të këshilltorëve komunal pa dallime. Se ja ka dhënë, veç të jemi qartë, ja ka dhënë asamblejistave meditjet pa qenë ata prezent. Jo pa qanë. Po për shkak se ta dikush çështje shëndetësore, dikush ka qenë. Ani, veç prezent s'ka qenë, në sesion prezent se mori rrugën. Po tash nuk e ka dhënë parot kërësuesi. Tash do të me shiku situatën, dëgjëm, te këto është dallimi, prandaj nuk është mirë kërësuesin e kush ja ka dhënë? Administrata juj? Jetë, më falë veç pak. Jo? Dëgjëm, nuk është mirë kërësuesin e një kuvendit që ka SB-ja e ka për performancë se ka shpërbly. Shumë mirë. Edhe kuvendin. Urime? Edhe, dëgjëm, dhe përshëndetje për diplomat që ka kuvend komunal e ka për performancë edhe Saidi, këtë kuvend komunal edhe u Bukosëlltingi, edhe KDI-ja, edhe GOP-e ka rëndit mesin e dy komunave më të mira, edhe rritë organizatave qeveritare, mesin e komunave më të mira, KDI-ja vend në por, në kalon 2014, GOP-e me mesin e dy komunave këtë vetë. Prandaj, kërësuesi, ande nuk është aktakuza ndëshimit të ngrit, po unë po të thamë që nuk është ajo, por që ku është kërësuesi? Zotni Piraj, urna, kush i ka dhonë më ditjet asamblejistave të qësaj asambleve, pa qenë ata këtu prezent? Kush ja ka dhonë që ato me ditje? Falënderit, zonja Gjara, përshëndetje për ju, përshëndetje për asamblestit e kuvendit komunal. Është e vërtet që unë e kam dëgjuar nga mjetet e informimit se është ngrit një akt akuzë për mua, për faktin se munges me arsye të kuvendarëve në seansat e kuvendit komunal i kanë marrë me ditjet. Unë e kam konstatuar një gjendje faktike cila ka qenë bas listave të cilët nënshkruan ta për prezencën e tyre në seansat e kuvendit komunal dhe kanë qenë këshilltar komunal që kanë mungu me arsye. Do të thotë paraprakisht më kanë pyetur dhe kanë pas nevoja për mungesë. Kemi rast që njeri është bë operacion dhe nuk ka mund të jetë prezent. Ani nëse nuk mundën me qenë prezent se merr me ditjen apo jo? Unë kam konstatuar gjendjen e tyre se ka mungu me leje. Është çështje e organeve të tjera të cilat mirën me dhënien e meditjet ose jo. Kjo është krejt ajo historia. E kam thënë edhe para mjetet të tjera, po e them edhe këtu para auditoriumit se nëse konstatohet se kryesuesi i kuvendit komunal ka keq përdor për çështje personale vetëm 1 cent kuvendit ose të buxhetit të kuvendit komunal, unë jam gjendje me dhënë dorëjekje dhe përballë me gjyqin. Jeni ka qenë smut, a është e mundun që krejt që ta që kanë marrë më ditje nga ju kanë qenë smut? Është shumë e vërtetë që mund kanë vetë. Paraprakisht unë kanë Po mirë, kanë vetë, kanë thonë me qëtë paret nëse zvi, jo, nuk është e vërtet që ka thonë me qëtë paret. A mujë mësë me ardhë? Ka thonë... Ti mujtë me thonë mësë hajde, në regullo, po pares të qesë. Lutëm, këshilltarët komunal janë të gjithë këtu dhe janë fatmirësisht janë gjitha subjekte politike... Sot s'ko kanë smut? Jo, nuk e di sot e janë smut. Ka dhe tjilë që janë smut dhe nuk kanë ardhë. Është e vërtet që më kanë emru që nuk mundem me ardhë për faktin që janë smut. Po këta mund deklaruan çfarë forma i kanë marrë dhe arsyet e tyre cilat kanë qenë. Çfarë forma i kanë marrë? A i kanë marrë transferume për jush, në bankë? I kanë marrë përmes gjërollogarisë, o transferuar nga zyra e cila është kompetente. S'po thojmë na që jeni pasunu. Çush po thot akt akuzave që keni dhënë më ditje pa qenë prezent. Na s'po thojmë që jeni pasunu. Nëse vërtet konstatohet se 875 euro damtimi i buxhetit komunal të vitis, është akt akuza e fundit e cila ngritet për një zyrtar të lartë, unë me kënaqësinë më të madhe do të isha shku te shtëpia dhe të le të ndalet ajo hajnie e cila bëhet. Mirë, akt akuza s'po thot bash 875, po thot 1375. 1375. Nuk është e vërtetë, butet se auditori jashtëm kanë konstatuar një shkelje për 875 euro. Mund ta merrni dhe një çështje dëshiroj ta theksoj. Ju lutem me që morra fjalën. Nëse vërtet konstatoni se është konstatohet që është damtuar buxheti i Kosovës për 875 euro, mungesë këshilltarëve komunal. Ju lutem, ju e keni jo funksional kuvendin e Kosovës që 6 muaj dhe kanë keq përdorur dhe kanë marrë miliona euro dhe kërkosh nuk ngriti çështje të tillë. Kjo është çesharake. Po kjo është ide e mirë, me çupadin është për ata. Të urdhoni le të niset nga ju e nderuara zonja Gjara dhe të filloj padia nga ju. Ani. E keni një mision gazarin hulumtuese, ju lutem. Urna prapo PDK-ja, po do me fol, urna, më falni, prit vjen mikrofoni. Kallxoni, që ka ndodhur? Çështu pse i kanë marrë asamblejistat, pse i kanë pranuar? A është zakon, po du me pyetë të asamblejistin e PDK-s këtu përpara. E di që keni temë tjetër, veç a është zakon asamblejistat me pas qef me marrë më ditjen edhe në sesion këtu? Po e kanë ndodhur dhe kanë marrë, edhe është mirën ata dhe arsitojnë. Nuk e shoh kjo që një problem i madh
Kush e ka shumë këtë problem, pra, nëse s'është i madh si akta akuz? Kë raporti e auditimit. Bas raportit e auditimit është bërë që kjo kanë dëgjuar këtë formë. Raporti e auditimit për vitin 2014 që ku e kemi ka paraqit një raport shumë të keq për komunën. Ndë raportet më të këqija në Kosovë. Po, 18 shkelje të rana. Është dëmtu buxheti thotë 12.069 euro për të planifikim buxheti për Leoni. Në 11 nder, 762.000 euro domthonë keq përdorime. Ose nuk janë përhes procedurat në mënyrë më të rregullt. 18 shkelje tjera e ki raportin që nuk të interesant që për çdo shkelje tjera. Për çdo shkelje tjera, prokuroria nuk ka ngrit akt akuz veç për mëditje? Për çdo e kena marrë vesh. E tjera. Për çdo e keni marrë vesh. Urdhna. Zënja jetës, se bekimi nuk është që nuk e din, se kemi diskutuar disa herë. Ky vazhdimisht inicion çështje natyrisht pa argumentuar, vetëm natyrisht si rrel opozitor ku ta diun, po megjithatë. Raporti auditorit është i pa argumentuar? Është i pa argumentuar. Raporti auditorit. Është i pa argumentuar. Dëgjoj. Se ky e ditë që ne kemi dërguar vërejtje, por 2014 ne kemi folën, jo 2015 gjithnjë. Do të më pos parasysh këto. Se tash për shembull llogaritja e përmendje pushimit të Leonisë. Llogaritjen e ndalesave për pushimet të Leonisë e bën nivelit qendror a nivelit lokal. Ne jemi akuzuar për çato. E bën nivelit qendror, prandaj ata e kanë poshtë që kjo është gabim. Ku ekonomista këtu mund të përmirësojnë bekim. Prandaj unë nuk mund ta pranoj si kryetar komune në çështje që son kompetencë komunës. Edhe me pranon si defekt, jo absolut, po as jo si këshilltar s'do të më pranoj. Nëse e dini saktësisht që nuk është ashtu. Do të thotë llogaritjen e ndalesave për pushimet e Leonisë në niveli qendror kompetent në një. Mos regjistrimin free balansi të hyrave nga xhobat e trafikut, gjykatave dhe pyjeve. Komuna është kompetente? Jo zotni. Është niveli qendror, prandaj këto nuk mund. Ai s'është profesional pra raporti auditorit. Nuk ka qenë, absolut nuk ka qenë profesional. Absolut ne kemi bërë vërejtjet e tona, absolut nuk ka qenë. Si ka marrë parasysh? Mbetet kuvendi i Kosovës më shikoj këtë çështje. Tjetër, mungesa e dokumentacionit pronësisë për investimet e bëra nga agjenci tjera qeveritare. E gjetëm nga auditori. Është nivel kompetencave të komunës? Unë i kom thonë atë që ne kemi dërgu, por tek e fundit si komunë, edhe si kuvend, ne duhet jemi profesional. E jo të i pranojmë gjërat për cilat nuk janë kompetencë të komunës. Kryetar, po vjen keq, kaq kemi kohë sepse e kemi edhe zonjën Haliti. Ta shohim çka ka thonë ajo para 2 vjetëve e pastaj të kthehemi sot. Jeni në familjen në Sokol Halitit. Me Sokolin jemi taku gjatë studimeve, edhe jemi shoqëruar një kohë gjatë, edhe dikur vendosëm edhe kur rrëzuma shoqërim me martesë, vazhdimisht lexon, është shumë i pasionuar pas leximit, është shumë arsimdashës. Kur del Sokoli në televizor, normal që na gjithë jemi para televizionit, edhe normal që ndihemi shumë mirë. Sokoli hobi e ka futbollin, sportin. Edhe në moshën më të re, kur ishte djali më i vogël, non-stop Sokoli thonte, unë nuk do ta lë futbollin derisa të luaj me ekip me djalin. Non-stop e ka pas këtë, edhe luajn, shpesh luajn. Skuadra e preferuar e Sokolit është Manchester United. Nuk kemi, më ta thon drejtë, nuk kemi shef të shtëpisë. Fëmijët nuk kanë frikë ndaj Sokolit absolut, por respekt kanë shumë të madh. Qysh në moshë të re, në vitet 88-89 demonstratat që ishin, matutjen, pajtimet gjaqeve, është gjithmonë, domethënë, ka pas angazhime rreth çështjes kombëtare. Pushimi i fundit që ishim në Shqipëri, në Velipoj, me fëmijët. Veturën familjare që kemi, që vozit edhe Sokoli, edhe unë, edhe djali, edhe vajza, e kemi një Passat, ndërsa Sokoli zakonisht në punë e shfrytëzon veturën e kompanisë, e ka veturën e punës. Kemi blet, cilat i majmë vetëm për familje, kemi një serë të vogël ku prodhojmë perime për familjen. Gjithmonë neve si agronom, gjithmonë tu insistu në prodhimet organike, bio. Sokoli ma tepër i preferon ushqimet tradicionale. Po zakonisht shprehip e ka ato që 1 orë para kohe shkon në punë. Të shohim Akamet kryetari çka që sakt në kohë edhe mas 2 vjetëve.
rrafshin personal nuk ka ndryshuar asgjë. Sokoli është po i njëjti, shumë modest, njeri humanitar. Prej që Sokoli është kryetar nuk ka ndryshuar asgjë. Qëndrojmë njëjtë financiarisht si gjithmonë. Veturën familjare, që e kemi tash 6 vite, e kemi akoma, për shkak se akoma është funksionale, edhe po na shërben për nevojat familjare. Për këtë periudhë kohore nuk kemi investuar asgjë, për shkak se nuk e kemi po të arsyeshme edhe të nevojshme. Nuk jemi pendu fare që Sokoli është bo kryetar. Vitia ka përfitu shumë prej që Sokoli është kryetar, për shkak se gjatë kësaj periudhe kohore, 2 vjeçare, në Vitia është prek çdo sfere jetës. Ka ndryshu për të mirë çdo gjë. Kështu që besoj që edhe qytetarët e ndjejnë, edhe i prekin, edhe i përjetojnë këtë ato punë të mira edhe investimet që janë bën. Investimet edhe janë bën këtë sferat. Është prek këtë sferat të fillu prej shëndetësisë, ambientit, infrastrukturës, në ambientet shkollore. Unë e di, sa kam një uri, që shkolla si vjetë është prioritete, dhe më dhënë ka kalu bugjeti për shkollën Pozhoran, që gjithmonë Sokoli e ka cekë si sfid. Edhe shkollën Pozhoran, vazhdimi i hapjes lumit Morava, e ka shumë projekte të tjera, cilat besoj fuqishëm që do të realizohet, të pa gjithmonë seriozitetin e Sokolit në punë, impenjimin e tij rreth këtyre gjanave, edhe besoj fuqishëm që do të kryen deri në fund mandatit gjitha. Sokoli vazhdon me shku në punë ma herët se që fillon orari i punës, nështë asë muj me thonë që 1 orë, po ma herët gjithsesi. Faleminderit zonës Bukurie për intervistë, e unë uftova në promovimin e QKMF-s ndërtesës së re në Viti, po në fakt unë po du me ardhë kur të kryhet një shkollë e re në Pozhoran që na u premtu tash nga kryetari, sepse shkolla e parë shqipe. Qatë herë kur të kryhet unë ko mu kthy, shpresoj para përfundimit mandatit tarshëm. I falenderoj asambleistat shumë që ishin dinamik, edhe kryetari i komunës, ju uroj fat. Deri në komunën e ardhshme vazhdoni me na shkru pyetje për komunat e ardhshme, cilat do të shkojmë javët në vijim. Prej Vitis, miru pafshim.